Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Monitor TV për të sjellur informacionet më të fundit që ne kemi arritur t'i sigurojmë nga Big Brother VIP Albania 6. Ju tashmë e dini shumë bukur që Ledioni, Sara, Lori janë duke luftuar që të ndërtojnë një super spektakël. Unë në fakt nuk e dyshoj që Big Brotheri këtë vit do t'jetë një stratosferë. Nuk e dyshoj që Big Brotheri këtë vit do t'jetë një super Big Brother, do me thënë krejtësisht tjetër gjë nga ajo që ne kemi parë. Vitin e kaluar, në Ferma VIP patëm një fenomen Mimoza Ahmeti. Kemi patur një djalë fenomen në Big Brother Gjesti. Kemi patur një super fenomen Luizin. Kemi patur personazhe të klikushëm, të ndryshëm, sepse nuk mund t'i themi të gjithë personazheve fenomena, do me thënë ka personazh të klikushëm. Por pyetja që më së shumti shtrohet është kjo: cilët janë të paktën 4 banorët që do t'jenë pjesë e Big Brother VIP Albania 6? Janë emra që në fakt janë përfolur dhe viteve të kaluara, por janë pritur me shumë dashuri nga ana e publikut. Tani, emra që përfliten janë 2 pika. Ose strategji e produksionit, që do me thënë produksioni flet ndër vite për të parë reagimin e shqiptarëve se a e pranojnë si emër, a nuk e pranojnë, a e duan apo nuk e duan, ose thjesht janë rastësi e fatit që janë përzgjedhur këtë vit. Tani, emri i parë që qarkullon për të qenë banor në Big Brother VIP Albania 6 këtë vit është Visjan Ukcenaj, aktori portokallis Visjani, pritet që të jetë pjesë e Big Brotherit. Unë mendoj nga dëshira e madhe e publikut dhe nga forma se sa herë është komentuar Visjani për të qenë pjesë e banorit të Big Brotherit, mendoj që këtë vit më e ka pranuar ftesën dhe do t'jetë, do me thënë, do t'ishte shumë interesante nëse Visi do t'ishte pjesë e këtij formati, se do të kishim parë një personalitet krejt tjetër të Visi që ndoshta nuk e kemi njohur. Banori i dytë, që në fakt është përfolur edhe për Big Brother VIP Kosova, është Jong Zerka. Jong Zerka pritet që të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. Një gjë duhet thënë, Jong Zerka kohën e fundit ka qenë shumë i afërt në televizionin Top Channel, ka qenë shumë aktiv në për intervista dhe unë mendoj që Jong Zerka do të ishte një përzgjedhje ideale për të qenë pjesë e një formatit siç është Big Brother dhe për të treguar anët e tij të bukura. Banori i tretë, Robert Alia Dragot, nuk përmendet hera e parë, është përmendur edhe viteve të kaluar që do t'jetë pjesë e formatit të Big Brotherit. Mendoj që është një banor shumë interesant, mendoj që është një banor që ka karakteristika të veçanta dhe do t'jepte pjesë të veçanta brenda kësaj shtëpie. Dhe e fundit është Hilda Kërtali, një nga banore që në fakt përflitet. Këto nuk janë të konfirmuar, por përfliten që do t'jenë pjesë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 6. Si e komentoni këtë katërshe nëse do t'jenë pjesë e kësaj shtëpie?